Xhamatlit të pranishëm. Sot në këtë hutbe të xumës ja dedikojmë popullit besimtar musliman në Palestinë, ku 2 vjet luftë e ashpër, luftë barbarike nga jehudët, nga israelët, të cilët besimtarët musliman i torturuar me tortura të ndryshme, nga masakrat e ndryshme, nga dhuna e ndryshme, barbarizmi i madh, arroganca e madhe, mirë po edhe pse e dhanë mundin maksimal, edhe pse harxhuan sipas informatave 150 miliard dollar nga bombat e raketat që 24 orë binin mbi kokat e tyre, mbi shtëpit e tyre, nuk mundjen të arritin qëllimin e tyre. Ata kanë humbja aq të madhe sa që ndonjëherë ju vjen turp një ushtri që u lavdronte se është më e fuqishmja në botë, mposhtet nga një grup i vogël njerëz besimtar të guximshëm trima, të cilat nga burrat që cilat ishin trima, nga burneshat gratë, nga pleqt durimtar, nga fëmijë trima në mesin e tyre, ata pas një humbje të madhe edhe mbi 6.000 ushtar, ata i dorëzohen paqës, ata kërkojnë që të bëhet armpushimi dhe të bëhet paqe mes popullit palestinez dhe të pranohet si shtet. Ata rezistuan, luftuan me trimërinë e tyre, e mbrojtën vendin e tyre, vendlindjen, e mbrojtën tokën e Shamit të shenjtë, e mbrojtën Kudsin dhe në fund përsëri të jetë pra kryeqyteti i Palestinës të jetë Kudsi dhe të mbrohet xhamia e shenjtë e Aksas e të mposhtën jehudët, dhe kjo me të vërtet e gëzon besimtarin, me të vërtet fut gëzim në mesin e umetit islam, ku thot Allahu Azza wa Jall: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Thot Allahu Azza wa Jall: thuaj me mirësitë të Allahut dhe me dhuntitë të Allahut, ne t'i gëzohen besimtarët. Ne t'i gëzohen besimtarët, kjo është gjëja më e mirë që ata t'u bëjnë. Po vëllezër të nderuar, është një gëzim i madh për besimtarët që arrit kjo armpushimi, që arrit kjo siguria, kjo qetësia në vendin e besimtarëve. Sepse ata kur kishin pikëllim, kishin edhe pikëllim. Kur ata kishin dhimbje dhe ne kishim dhimbta, kur ata janë të qetë dhe ne jemi të qetë, kur ata janë të gëzuar dhe ne jemi të gëzuar. Kështu i përshkruan pejgamberi alayhis salatu wassalam besimtarët në një hadith: "Mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali jasadin wahid." Tha shembulli besimtarëve është ata kur janë njëri tjetrin, kur e duan njëri tjetrin dhe kujdesen për njëri tjetrin. Tha është sikur një trup. E përshkruajti Muhamedi alayhis salatu wassalam të gjithë ummetin, të gjithë besimtarët, sikur me qenë një trup. Ata janë të dashur nërmes veti, duan, ata janë të mëshirshëm nërmes vete, dhe ata kujdesen për njëri tjetrin, sikur që kujdeset njeriu për trupin e tij. Tha pastaj pejgamberi alayhis salatu wassalam: "Idha ishtaqa minhu al-'udw tada'a sa'iru al-jasadi bis-sahri wal-hima." Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur i dhem një pjesë e trupit, atëherë e ndin tër trupi dhimbjen, dhe pastaj e ndin dhe atë lodhjen ai trup. Nëse një pjesë neve, nëse një dham na dhem, nuk do të flejmi tanë natën nga dhimbja e një dhambit. E kështu e përshkruan nëse besimtari e ndin një vëlla të tij që ai torturohet, mundohet, ekzekutohet, normal që ndin dhimbta, e të njëjtën kohë kur një vëlla ka një gëzim, ka një manifestim, ka një fitore, ka një paqe, gëzohet besimtari, dhe se gëzimi i besimtarëve është pjesë e besimit, imanit besimtarit, që kur i godet ndonjë fatkeqësi të brengosët, dhe kur i
ai kaplon ata ndonjë mëshirë, ndonjë paqë, ndonjë mirësi nga mirësitë e Allahut, ai të gëzohet bashkërisht me ta. Tha Allahu azza wa jall: "Wa'ada alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna." Fa Allahu azza wa jall e ka premtuar Allahu azza wa jall besimtarët që e besojnë Allahun dhe bëjnë veprat e mira, do t'i banë mëkëmbës, do t'i banë sundimtar në tokë dhe do t'ja u zaventson frigën në paqe dhe në siguri. Kështu na mëson Allahu azza wa jall, edhe një sure e cila është e vogël, mirë po ka kuptim të madh, surja Al-Quraysh. Allahu azza wa jall pasi që i përmend Qurayshët që ata u bashkuan dhe pasi që i përmend ata që e bënën tregtinë e cila ishte dimrit dhe verës me Yemen dhe në Sham, tha, pastaj pse dha Allahu azza wa jall të mirat, tha Allahu subhanahu wa taala: "Falyabudu rabb hadha al-bayt." Ne ta adhurojnë Zotin e Ka'bës. Pra ne ta madhrojnë Zotin e Ka'bës, ne ta cilësojnë me cilësinë e tauhidit, ta njësojnë Allahun, ta adhurojnë Allahun, ta falendrojnë Allahun për ta mirësi. Çfarë mirësinë ata? I përmendi dy elemente shumë të rëndësishme në jetën e njeriut pas besimit, pas tauhidit, tha: "Alladhi at'amahum min ju'", ai i cili pas urijes i ushqej ata. "Wa amanahum min khawf", dhe i siguroi ata, ju dha siguri pasi që ata kishin frikë. Pra siguria është çështja shumë e rëndësishme në jetën e njeriut. Allah i ka cek ekonominë të ushqirit dhe pijen, e ka cek njëra prej gjërave shumë të rëndësishëm në këtë jetë, dhe pastaj e ka cek dhe sigurien. E kemi pa në për vendet besimtare të umbetit islam, ku kishte lufta, kur kërcejnë bombat mbi kokën tënde, edhe nëse ke pasuri, edhe nëse ke ushqim, nga friga edhe ushqimi nuk hat, edhe gjumi nuk dzen natën. Mirë po siguria është ajo që elhamdulillah do të me falendru Allahun azza wa jall që ne jemi në paqe dhe jemi në siguri dhe nuk kemi frikë. Dhe kjo është nga mirësitë e Allahut azza wa jall, dhe kështu duhet besimtari ta ndjen në zemrën e tij ashtu siç e ndjen ata dhe të gëzohet bashkërisht me ata. Dhe në fund të lutim Allahun azza wa jall që Allahu subhanahu wa taala musliman dhe në Palestinë, Allahu azza wa jall t'ju ndihmon, imanin t'ja ushton, t'i furnizon nga furnizimet e panumërta nga mirësitë e tija, e t'i forcon këmbët e tyre, të burgosurit e tyre t'i liron, të sëmurit e tyre t'i shëron, dhe ata të cilët i ka marrë dëshmor, Allahu t'i pranon, e ata dhe t'ju jep mirësi dhe dhunti, dhe mos t'i harrojmë në lutjet tona të përditshme anë mban botës besimtar musliman, ku gjinde dhe ku janë. Allahumma amin.